Ministri i Bujqësisë Andis Salla bashkë me kryetarin e Bashkisë Shkodrës Benet Beçi tu fol me blet rritësit për të mira që do t'i bëhen bletëve me këtë qeveri. Aksion! Atëre unë domethënë si ministri i Bujqësisë bashkë me Benetin u mblodhëm një dizaj edhe po thoshim çfarë të bëjmë një gjë, ta ore se për këto bletët që mos ta ashu se e ke parasysh se mjalti bën mirë për këto gjërat edhe domethënë që do të japim fonde, domethënë kredi të buta për bletët që duan të marrin koshere të re. Ke parasysh, domethënë kur janë një blet çiftiri që të marrin një koshere të re, se nuk i dilet, se tani edhe lufta në Iran e këto gjërat ndikojnë. Kështu që mos e vristi mendjen, edhe do ta zgjidhim edhe problemin e emigracionit të bletëve që nëse për më tepër le të flasë edhe kryetari i bashkisë. Faleminderit. Përshëndetje të tonëve, siç e thani paraforci Andisi për punë bletëve, se kanë pas shumë ankesa që po largojnë bletët, po hikin bletë gjana tërë si vërtës, dhe me të ndati zgjidhim të tana, kështu që i bletët të kenë shtëpitë e tyre, do hapim ato kredite buta për bletë të reja, si që dhe sa ministri, që të bajnë kredit butë për koshere të reja. Faleminderit. Besoj se tashi s'kena më nevojë në as kujt ja hudhëm. Stop, e kemi!